Këta zjarfikës të stacionit të kombinatit në Tiranë kanë marrë shërbimin në orën 7 të mëngjesit dhe e lënë pas 24 orësh. Duhet të jenë gati në çdo rast. Për ta çdo sekond vlen pasi nuk kanë kohë për të humbur. Edhe në rastet kur nuk thirren nga salla operative për ngjarje, 24 orë shityrë në punë, përfshin edhe trajnime dhe stërvitjet. Dorian Shima përballet me flakët prej 2 dekadash. Mosha 22 vjeçare, kam marrë në zjarfikse. Bërë gati 20 vjetë që unë jam zjarfikse. Edhe është profesion shumë i mirë, shumë i dashur, tërheqës, shumë human. Betejat me zjarrin janë të gjitha të vështira, por 44 vjeçari në kujtesën e tij do të ketë gjithnjë ngjarjen e disa viteve më parë në një qendër tregtare. Pas ditësh kërkime, Doriani gjeti trupin e pajet të riut Arjan Sala. 3 ditë në zjarr, që bënin dhe shumë bujë, jehon në atë kohë. Ishte shumë zjarr për masa dhe shumë i rrezikshëm. Puna e vështirë një zjarfikse sjell gjithnjë shqetësim edhe tek familjarët e tyre. Çdo zjarr që e marrin vesh në televizionet e edi bin telefonit se thotë çfarë ndodh. Unë kam pranuar këtë punë dhe ato janë të lumtur. Komandanti Luan Sheha i drejton prej më shumë se një dekade ekipin e zjarfiksëve të stacionit të kombinatit. Për ta rrezikshmëria është gjithnjë e pranishme, por kujton 2 situata si më të vështira. Njëra është një zjarr që ka rënë në bibliotekën kombëtare, të cilën është punuar për 4-5 orësh, ndërsa tjetra që është që do të konsideroja që është arritur ajo ai nivel si forca ndërhyrës në një zjarr që na ra në një bashki tjetër, bashkinë e Shijakut. Ty është bërë një luftë jashtëzakonisht e madhe. Domethënë që unë nuk e mendoja kurrë që do dilte dhe do zhdukeshin pasojat aq shpejt. Aty janë përdorur disa mënyra. Disa mënyra që nuk janë përdorur në një zjarr tjetër. Për shembull, atje është luftuar me top. Kemi pajisje neve automjete të cilat e luftojnë nga larg që nuk janë gjendje për t'u afruar afër për shkak të rrezikut. Përgatitja fizike është thelbësore për një zjarfikës. Ata kryejnë trajnime të ndryshme për të mësuar si të përballen me zjarret, si të shpëtojnë personat e bllokuar apo si të përdorin pajisjet e specializuara. Trajnimet e para që ju bëjmë djemve të rinj, e kupton, ja japin këta se këta janë profesorët e gjithçka, sepse kanë provuar çdo gjë në jetë. Në ditën kur nderohen sakrificat e heronjve të flakëve, Luan Shehaj që la jetën ushtarake për të shërbyer komunitetit me një tjetër uniform, e cilëson kështu profesion e zjarfiksit. Të mëson me disiplinë pune, kjo të mëson me guximin, që asnjë tjetër nuk ta jep të guximin, dhe sidomos disiplina, dhe sidomos bashkëveprimi dhe puna në grup. Pra, neve nuk e konsiderojmë që një person shkutet atje, jo, futet komandanti i shoqëruar me gjithë grupin tjetër që kanë. Përgjithsisht, kur dëgjojmë fjalë të mira që na thot populli, aty edhe ndjejmë atë kënaqësinë e punës tonë.